90 vjetori lindjes së shkrimtarit Ismail Kadare është përkujtuar nga nxënësit e shkollës Sevasti Qiriazi në Korçë, në bashkëpunim me Qendrën për Hapje dhe Dialog. Aktiviteti ka ardhur në kuadër të ciklit Shprehur në Vargje, duke përcjell për publikun recitime, interpretime teatrale dhe pjesë muzikore të përgatitura nga vetë nxënësit. Me rastin e 90 vjetorit të lindjes së shkrimtarit Ismail Kadare, shkolla Sevasti Qiriazi, nxënësit e saj kanë përgatitur një program të pasur me interpretime, recitime, pjesë teatrale, pjesë interpretimesh muzikore dhe gjithashtu nxënësi i talentuar Deon Gjoka ka përgatitur një seri prej 3 videosh të realizuara me inteligjencën artificiale. Aktivitetet të tilla janë të rëndësishme edhe për vetë nxënësit, pasi përkujtojnë figura të shquara të kombit shqiptar. Këto aktivitete, pasi ky nuk është i pari që ka marrë pjesë, unë gjithashtu ka marrë pjesë në ato për Mitrush Kutelin dhe për Lazgush Poradecin. Për mua janë me të vërtetë diçka e bukur, pasi këta shkrimtarë shqiptar janë një pjesë aq e rëndësishme e kulturës sonë dhe ndërmjet duket e rëndësishme që ne t'i kujtojmë dhe t'i vlerësojmë ata. Është një emocion ndryshe sepse flasim për një shkrimtar vërtet të njohur dhe vërtet me një peshë për popullin tonë shqiptar dhe mezi presim t'u shfaqim edhe publikut këtë që kemi krijuar ne. Në këtë aktivitet kanë qenë të pranishëm edhe prefektja e qarkut Korçë Florinda Zegullaj, si dhe kryebashkiaku Sotiraq Filo.